Botuesi Nikoll Lesi deklaron se arrestimet e prokurorisë së posaçme në nivelin e zyrtarëve të lartë po kultivojnë një lloj edukate për të zbatuar ligjin tek ata që punojnë në shtet. Në Jyri një zëllbenja ai theksoi se me gjithë sulmin që ka nisur ndaj SPAK edhe Rama edhe Berisha, asnjë prej tyre nuk do të ketë mundësi të shkrijë apo reformojë SPAK-un pas zgjedhjeve. Ai paralajmëroi arrestime të fuqishme në muajin prill. Janë partizanin ndëshkimit të pandëshkueshmeve. Kjo mënyra me burg ka vendosur një lloj frike te ata që punojnë në shtet. Përmes dhunës së prangave ka filluar edukata e zyrtarëve për të zbatuar ligjin. As Rama as Berisha nuk e rrëzojnë dot SPAK-un pas zgjedhjeve. Me aq sa di, në prill do ketë disa arrestime. Besoj që ka, thot Lesi. Mirëpo sa i takon zyrtarëve të lartë që tashmë janë në pranga, komenton edhe analisti Kreshnik Spahiu. Ky fundit parashikon se gjykata mund të ndryshojë masën e sigurisë të arrestit me burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj javën e ardhshme. Ai thotë se gjykata duhet jap argument të fortë ligjor dhe juridik pse vendoset një masë kaq shtrënguese kur shkaqet nuk qëndrojnë, pra nuk përbën rrezikshmëri dhe as po arratiset. Gjykata ka detyrimin që para se të marrë verdiktin për të lënë në fuqi arrestin me burg, pse masat e tjera shtrënguese që parashikon kodi penal, si arresti shtëpiak apo detyrimi për paraqitje nuk janë aplikuar. Duhet arsyetoj pse nuk aplikohen dhe pse rrezikshmëria e Veliajt është aq e lartë sa vetëm burgu e justifikon. Provat kanë dalë në ankandin mediatik, nuk jemi në gjykatë. I bie të jemi 2 vite përpara se procesi mund të jetë pas 2 vitesh. Berisha u vënë në hetim para 3 vitesh dhe s'ka shkuar ende në gjykatë. Ne presim të dim nga gjykata pse masa e arrestit me burg është më e përshtatshmja apo e ligjshmja për Erion Veliajn, thot juristi.